gjithmonë dëshirë që të bëj pak anti-ministrin, jo për ta luajtur atë, po për të adresuar, mendoj më mirë edhe një pjesë të mirë të problemeve që ne kemi, që ndajmë, që na shqetësojnë dhe që disa prej nesh paguhemi për t'i zgjidhur, se këtu ka dhe punonjës natyrisht të sistemit. Një pjesë tjetër pastaj janë ata që o janë që i pësojnë në kurrizin e tyre pamundësitë, vështirësitë, kufizimet, mos zhdërvjellësinë e praktikave, një lloj ngurtësie, që mos them në një fjalë tjetër më të rëndë, të sistemit në përgjithësi ndaj tyre, sa i takon aksesit, sa i takon transparencës, mundësive. Dhe kur jemi në botën e artit nuk flasim dot për mundësi të barabarta, por duhet të jenë mundësi themi që të garantojnë që të kemi një përfshirje sa më të gjerë të gjithë minoriteteve, të gjithë atyre pjesëve nish të sektorëve tanë që janë aq plural dhe aq të ndryshueshëm. Europa vjen nga mesdheu dhe ne jemi pjesë e zonës më të nxehtë, më të bukur, më rrahëse në kuptimin e jetës, të urbit, të agorës, të qyteteve të para të mëdha, të metropoleve të para, të botës së një bashkëtese me shumë kultura, siç është mesdheu, dhe nga këtu vjen edhe zemra dhe qendra e Europës, që ne jemi këtu në qendër të Europës si shqiptar, por në këtë moment në shpresoj fund të tranzicionit ton kaq dramatik në disa pjesë të tij, të mund të mbyllim tashmë ciklin e këtij tranzicioni duke i vënë gjërat aty ku duhet dhe duke i dhënë secilit atë që i takon. Bota sot po ecën me shpejtësi. Ajo që ka ndodhur me elektricitetin shumë kohë më parë, që ka ndryshuar botën, ka ndryshuar gjithë mënyrën se si ne jetonim, po ndodh sot me inteligjencën artificiale dhe shumë shpejt do shohim një botë që do ndryshojë në mënyra që ndoshta ne as nuk e imagjinonim. Kështu që do duhet përgatitemi për një sfidë edhe më të madhe. Ne duhet bëhemi gati që të mësojmë se si, me burimet që ne kemi, në kushtet që ne jemi, në realitetin ekonomik që ne mundsojmë, në këtë lloj niveli shkallë të zhvillimi ekonomik që ne jemi, të mund të gjenerojmë maksimalen e mundshme për artin, kulturën, krijimtarinë dhe që nga gjitha anët, qoftë edhe në art, qoftë edhe në kulturë, qoftë edhe në trashëgimi, ne kemi nevojë të çlirohemi, që t'i heqim vetes gjitha këto justifikime dhe alibi që kemi që nuk ja dalim dot VKM-ra, kjo, ajo, ministri, ai, këtu, ministri është në telefon me njerëzit, dua lekët, dua këtë, dua atë, ti, hylli botës, ti, hylli që ndrite dhe që ashtu, ti, kështu, ma zgjidh të gjithë se ti e më i miri. Në telefoni im është një skandal nga kjo pikpamje që tregon që ne jemi shumë larg asaj që duhet arrijmë, që kjo duhet jetë një gjë organike, duhet jetë një gjë sa më horizontale, duhet jetë një gjë e shtrirë në shoqëri, duhet jetë e lidhur me autonominë vendore, duhet jetë e lidhur me autonominë tuaj mes komuniteteve dhe mes vetë skenës pavarur. Dua të klasifikoj aktivitete, po isha dje në një qendër sociale komunitare me balerinët e Prelocajt dhe kemi qenë në përlagjet e industriale të Tiranës në periferitë më të largëta që ne shpesh bëjmë gabim fakt që nuk ja çojmë jo vetëm njerëzve, por nuk i çojmë këta që vinë sa më thellë kësaj Tiranës son suburbane, e cila nuk i ngjan as pak asaj Tiranës që ne jetojmë vetëm në qendër, edhe që duam se s'bën me obsesion trim dhe të jetojmë dhe të jemi mundësisht të ekzistojmë vetëm aty në qendër, se kujtojmë se kështu i ikim pjesës tjetër dhe nuk ishte gjë më të bukur se sa një aktivitet festival ndërkombëtar që do jetë nuk e di 3 javë, i cili këndon e kërcen edhe në qendra komunitare, i cili futet në popull, i cili shkon lagje, i cili është në përsheshe, nuk ka rëndësi, do kthejnë kokën disa, nuk do kthejnë kokën disa. Është aktivitet 20 ditor që kushton, po është shkëmbim ndërkombëtar fantastik mes talenteve që janë edhe shqiptare, edhe franceze, edhe tuaj, ka sportistët do na sillin evente dhe më të mëdha. Ne jemi këtu për të bërë dhe cirkuitin e parë shqiptar të Formulës 1. Ne duam 300.000 vizitor në 3 ditë në Elbasan, por nuk duam vetëm ata. Ata do jenë momenti kur ne duam të kapim 1 miliard shikues në televizion, të cilët të shohin ku është Shqipëria, po ata pastaj do vinë në Shqipëri për shumë arsye të tjera. Do vinë për shumë eksperjenca të tjera. Duam të jemi pse jo së shpejti një offshore pozitiv i artit dhe i krijimtarisë dhe inovacionit, duam të jemi një parajs fiskale për artin dhe inovacionin në Ballkan. Fort që të kemi një vend i cili të paktën deri në momentin e integrimit
të ketë hyrë në Europë më i fortë, më lartë, më me dinjitet, shumë herë më i vetëdijshëm, se sa çdo hyn në një vend më i varfër, më i pazhvilluar, më i paqartë se kujt i takon dhe ku i takon. Dhe ne duhet ta bëjmë të gjë, si ja u thash dhe këtu po e mbyll, si një vend i cili është aty ku ka lindur Europa dhe aty ku Europa ka qendrën e vet, që është zemra e vet. Europa e ka qendrën mesdhe, dhe mesdheu është Europa. Dhe ne duhet jemi këtu absolutisht të bindur që kjo nuk bëhet duke treguar një histori të një Shqipërie tjetër. Që vjen, kështu ka qenë kultura këtu ke Sahati, kështu jetoi ke kjo pjesa këtu, kështu ka qenë Pazari i Ri, kështu ka qenë kjo, kështu ka qenë kjo pjesa këtu, këtu do ta rindërtojmë se nuk e kemi më, këtu do ta bëjmë. Kështu ka qenë, po dhe ka pasur jetë dhe art të një niveli fantastik në rajon. Dhe ne duhet ta tregojmë të gjë pa turp. Ne duhet jemi këtu real, nëse ne jemi bio, në këtë sens ne do jemi shumë herë më interesant për të parë, ne jemi shumë herë më interesant për të qenë dhe për të jetuar me ne do jemi shumë të pranueshëm në atë që është integriteti jon real, që është ajo që ne jemi vërtetësisht. Ne. Dhe kjo gjë nuk diskutohet që nuk bëhet pa një forcë të madhe të pjesës më energjike të shoqërisë, që është pjesa kreative e shoqërisë. Ata nuk janë thjesht artistë. Ata janë pjesa, themi, më parahap me veten, sepse duan që bëjnë që gjithë realiteti ku ata jetojnë në momentin kohor që janë të jetë më i mirë se ai që është. Dhe kjo gjë vjen në radhë parë nga energjia e artit dhe krijimtarisë, kuptohet tu ka rol rinia.